ndihet urgjentisht në një mbledhje të jashtëzakonshme, por ende nuk kemi një zë të tillë dhe në atë figët e anijeve kanë qenë nga e gjithë bota, kanë qenë aktivistët me famë botërore, kanë qenë në fillim në fakt Spanja paktën që unë do nis edhe flotën time ushtarake që ti mbrojë ata, po ashtu edhe Italia, po ashtu edhe Turqia, por me sa duket janë tërhequr mbrapa dhe në fund të fundit janë arrestuar, ku nga Turqia ka pas një pjesëmarrje me mbi 46 vetë, ku 32 vetë deri më tani thuhet që janë të arrestuar dhe kanë shkuar në portën e... Sa? Edhe njërë 32 janë të arrestuar? 32 vetë nga Turqia që janë të arrestuar, paktën që janë marrë lajme dhe janë lajmëruar domethënë edhe familjarët e tyre apo ambasada e turke në Tel Aviv, që për ato kanë të dhëna, por çdo minutë ky numri vjen edhe duke u updetuar. E pas në atë flotë kanë qenë edhe disa deputetë të parlamentit të Asamblesë Parlamentare të Madhe turke, por normalisht të gjithë organet kompetente turke që nga presidenti deri tek gjithë ministrat kanë dënuar ashpër këtë krim që bën Izraeli në ujrat ndërkombëtar dhe tashmë nuk është vetëm një anije e Turqisë që është e përfaqësojnë domethënë këtë gjendje Izrael-Turqi, por kjo është një flotë ndërkombëtare ku mallësia e tyre, ku shumica e tyre, për mos të thënë gati 99%, janë të botës kristiane, e cila përket totalisht Bashkimit Evropian dhe kontinentit të Evropës, sepse ka edhe anglez dhe disa të tjerë që nuk janë në BE. Po, dhe ndërsa shohim të dhënat e tanishme vijojnë ende në faqen zyrtare pra të flotilës që të raportohen përmes të dhënave që ato bëjnë tracker ose radarët që ato kanë duke raportuar për anije të cilat janë interceptuar apo të cilat po vijojnë dhe po përparojnë. Tani, ka pasur një diskutim, zoti Braja, sidomos për gjatë këtyre ditëve të fundit, se pse po avancohej, ose pse po bëhej sikur po avancohej në kushtet kur dje që blokada do të ekzistonte. Në fakt po na tregon ne dhe reagimi i OKB-s në këtë rast që mund të ketë edhe skenar të ndryshëm dhe ndihmat mund të shkojnë drejt Gazas, apo praktikisht është e pamundur? Me sa duket sikur të jetë një luftë që ka filluar, domethënë një gjë që ka filluar për 10 ditë, 2 javë, ndoshta edhe dhe keshim shumë të vështirë të analizoshim, por fiks tashmë pas 2-3 ditëve bëhet fiks 2 vite kjo dhe sidomos këtë vitin e fundit që blokada totalisht ku njerëzit po vdesin për një kafshat bukë dhe një gotë ujë dhe kjo falë qeverisë të Izraelit, kjo blokadë duhet qahet në patjetër, por me sa duket nuk ka asnjë forcë në këtë botë përveç vetë hebrejve dhe lobit hebrej, ato që sponsorizojnë këtë genocid dhe këtë spastrim etnik. Po na tregon, duat kuptoj këtë. Jo, duat kuptoj këtë, nuk dua analizën politike, po në fakt ka shanse në këto momente që flasim për mënyrën se si po shkon situata, ka shanse që të shkojnë ndihmat drejt Gazas pavarësisht përpjekjeve për blokadë? Jo, deri me tani asnjë ndihmë nuk po shkon dhe me sa duket domethënë pavarësisht se në Izrael sot është ditë është festë e tyre zyrtare, por nesër do të shohim me gjërë domethënë të gjitha lajmet që do të raportohen nga apo edhe vetë prononcimet zyrtare të qeverisë. Tani, çfarë shqetësimesh krijojnë në vetvete tani këto arrestime? Se ka një situatë aty që ngërthen shumë shtete përmes shtetasve të ndryshëm të tyre. Për shembull, ka pasur qëndrime që edhe janë kritikuar nga qeveria italiane në këtë rast, e cila thoshte që nuk ban asnjë përgjegjësi për sa kohë nuk dëgjohen urdhrat e saj për të mos shkuar atje për sa i përket shtetasve të saj, po ka shtete tjera që mund të kenë qasje të ndryshme.